Internacionaliste me aktivistë nga mbi 100 vende të ndryshme të botës për 2 ditë do të qëndrojnë në Prishtinë, ndërsa Këshilli Botëror i kësaj organizate rinore progresiste do të jetë pjesëmarrës në takimin e Nikoqirit të rinisë së vetëvendosjes, të organizuar për herë të parë në Kosovë. Është një moment i rëndësishëm për rininë e vendit tonë për barazi dhe drejtësi, tha Libron Kelmendi nga rinia e vetëvendosjes. Është një përkthim i drejt për drejt i përkushtimit tonë politik në skenën ndërkombëtare. Për ne, kjo ngjarje përfaqëson më shumë se një organizim prestigjioz, përfaqëson një udhëtim të gjatë nga pjesëmarrës në për kongrese të ndryshme të botës në Nikoqirin e njërit prej tubimeve më të mëdha të trimëve progresist. Members from 110 Ne kemi antar nga 110 vende të botës. Jemi të lumtur që jemi këtu. Ne duam të shohim sa më shpejt kolegët tanë nga Kosova të bashkangjiten me ne. Unioni ynë ngrit shumë çështje diskutimi mbi politikën, të rinjt dhe gjetjen e mundësisë për të bashkuar sa më shumë të rinj, që do t'jenë leadershipi i së ardhmës. Today from Pristina. Nga Prishtina po dërgojmë mesazh solidarizues mbi paqen, drejtësinë dhe demokracinë. Ballkani meriton udhëheqës që nuk bllokojnë procese, por ndërtojnë ura bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe zhvillimi. Këtë ditë Prishtina do të jetë qendër e dialogut progresiv dhe entuziazmit politik. Takimi i të rinjve progresist do të mbahet më 16 dhe 17 maj në Prishtinë, ndërsa konsiderohet si një ngjarje e rëndësishme për rininë e vendit në procese ndërkombëtare.